Okej, të nderuar miq, na ngadalë po i mbyllim që t'ju lajmë edhe juve pak kohë për ibadet. Vetëm edhe 2 orë kemi. Vetëm edhe 1 orë. Hajdeni, të na zën koha ora 12, mos gaboni me flet. E të na zën duke u lutur Zotit. Një herë estagfirullah wa atubu ilejk, estagfirullah wa atubu ilejk. Falem o Zot, ty po drejtohem, falem o Zot, ty po drejtohem për gabimet që kam ba, i të dishme, të padishme. Pastaj, Allahume, saljala, Muhammed, vë ali Muhammed, dhe pastaj ngresim durt dhe themi, o Zot, falenderoj për gjithat mira që mi ke dhanë. O Zot, unë jam në gjendje të gjitha sprova që po i përjetoj, qoftë me smundje, qoftë me fukarallëk, qoftë me dhimbje që jam mirënjohës ty edhe për këto do të bëj durimin. Por o Allah, ti je i plot fuqishëm, ti je i mëshirshëm, ti je mrekulli bërës. O Allah, për hir të kësaj nate të madhe, natës 10 të Dhulhijhes, në prag të muajit të festës së Bajramit, o Allah, ti po e sheh gjendjen tonë. Amin. O Allah, ndryshonja gjendjen tonë me të mirë. Atyre që kanë të vështirë, bërja të mirë, ja Allah, ndërsa atyre që kanë të mirë, bërja gjendjen edhe me të mirë, por vetë diesoj dhe bëri që t'i ndihmojnë njëri tjetrit. O Allah, ata të cilët janë të hidhëruar në mes veti, motër e vlla, mik e mik, shok e shoqe. Ja Allah, lëshoje rahmetin tënd dhe në këtë festë të Bajramit, o Allah, bën mrekulli, mundësoj o Allah që t'i përshafojnë duart e tyre. Ja Allah, largoje urrejtjen, largoje mendje masin, largoje pa drejtësi në veprat e gjithë muslimanëve, sepse o Allah na ka mësuar i dashur jot profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi ta dhe familjen e tij, se në zemrat e besimtarit nuk guxon me pas as urrejtje, as mendje masi dhe as pa drejtësi. Amin. Prandaj o Allah, mëshirona, ja Allah, bën rahmet në zemrat të cilat janë bë gur, bën rahmet në lotët të cilat janë bë gur, dhe nuk pikojnë as nga dhimbja, as nga gëzimi, as nga hidhërimi. Ato zemra, o Allah, zbuti, ato zemra, o Allah, bëri të dëgjueshme, bëri të bindura, ja Allah, vetëm ndaj teje, që ta duam njeri tjetrin, të shpërndajmë dashuri, të mos tregojmë urrejtje, t'ja falim njëri tjetrit dhe t'ja zgjasim dorën e ndihmës, dorën e pajtimit, dorën e gëzimit. Bëre o Allah që ne si prindër të jemi shembull për fëmijët tonë. O Allah, zgjat na jetët tona që t'i shohim mirësitë e fëmijëve tonë, nipave, stërnipave e gjithë pasarsve tanë. O Allah, Rabbi hebli min ledunke dhurrijeten tajjibeten inneke semiu dua. O Allah, këtë lutjen e Zekerias që e bani për mi dhënë pasars të mirë dhe që t'ja zgjatësh jetën, që t'i shoh të mirat e pasarsve të vetë, inneke semiu dua. O Allah, ti je që i dëgjon lutjet tona. Prandaj o Allah, të lutem, o Allah, mos i lësho të zbrasta këto duar që sot në prani të ma shumë se 300 personave, ja Allah, edhe të tjerëve që tani po e ndëgjoni, ja Allah, pranoj lutjet tona, mos i lësho të zbrasta duar tona. Lëshoje me dashurin në duar tona, në shpirtin ton, respektin, mençurin, ta duam njëri tjetrin, t'ja respektojmë mendimin, t'ja respektojmë fjalën e njëri tjetrit, sepse njeriu njihet njeri vetëm përmes fjalës. Ndërkaq ti, o Zot, pranoj fjalët e tona, pranoj lutjet e tona që burojnë nga zemrat e tona, që kemi dëshirë ta kemi një jetë më të mirë, e na e dim që ti, o Zot, je
shumë bujar, o Allahu i madh, nuk na ka met gëzimi si përpara kur na kujtohen lotët e jetimit. O Allah, lëshoje gëzimin në familjet tona, në shpirtin ton, në trupin ton, vetëm kur t'i shohim palestinezët, popullin më të shtypur në rruzullin toksor, vetëm atyre t'ja shohim një lot të lumturisë, një lot të gëzimit që të përfundojnë këto shtypje, këto maltretime, këto vujtje, këto gjakderdhje të pafajshme, kjo vrasje që po i ndodh atij popullit të pafajshëm. Ja Allah, lëshoje mrekullin tënde, ja Allah, ti na ke premtu. Ja Allah, se kur në sipërfaqen e tokës do të paraqiten shumë padrejtësi, shumë gjakderdhje, shumë korrupsione, shumë hajni, shumë vrasje të pabesa. O Allah, ti na ke premtu dhe na ke thënë se atëherë do të vjen Imam Mehdiu, pasardhësi i profetit Muhammed, imami i shpëtimtari i kohës që e presim me anë, me pru rendin e ri në këtë botë, ku me ardhjen e tij do të shpëtoj njerëzia, sepse ai do ta vendos ligjin hyjnor në tokën tënde, o Allah. Prandaj, wa ajil farajahum, o Allah, shpejtoj ardhjen e tij, o Allah, lumturoje këtë krijim tëndin, gjithë njerëzimin që ke kriju për dashnisë ndaj njëri tjetrit. O Allah, bëre që ardhja e Imam Mehdiut të jetë paqe, shpresë, dashuri, gëzim, shëndet e jetë për të gjithë njerëzit në rruzullin toksor. O Allah, ja Resul Allah, ti na ke premtu se kur do të vjen Imam Mehdiu, shpëtimtari i kohës, ke thënë që nuk do të mbetet fukara për sadaka, nuk do të mbetjet smundje pa ilaç. Prandaj, o Allah, të lutem, lëshoje drejtësinë tënde mbi gjithë në të rruzullin toksor, mbi gjithë njerëzimin, sidomos atyre që janë të shtypur, qoftë në familje, qoftë në shoqni, qoftë në një godin, qoftë në një fshat, qoftë në një mal, në një fushë, në shkretine në Palestinë. O Allah, lëshoje mëshirën tënde, jepja durimin dhe sa më shpejt shtoja gëzimin. O Allah, shkatërroj zullëmqarët e njerëzimit, ku do qofshin ata, në vende muslimane, të krishtere, apo ku do që janë në botë. O Allah, merja forcën djallëzore të tyre, prej durve të tyre, tregoje fuqinë tënde, o Allah, deri kur ma po do të presim që të shkëlqej edhe më shumë fjala jote, drita jote, mëshira jote, fuqia jote dhe mirësia jote. Ja Allah, ti na ke premtu me Kur'an dhe na ke thënë, o du jestejib lekum, më thirrni mua, unë jam aty. Prandaj, o Allah, të lutemi edhe një herë, atyre që i kanë gjendjen e vështirë, bërja shumë më të mirë, le ta shijojnë edhe ata një gëzim të kësaj jete. Ndërkaq atyre që i kanë gjendjen e mirë, bërja edhe më të mirë, por me të vetmin qëllim që t'i ndihmojmë njëri tjetrin. O Zot, kur do të vjen momenti i fundit me u largue prej kësaj bote, t'i hapim syt në atmosferë e të shohim vendin tonë sikur kem me kon. Kujtona fjalën më të shenjët, kujtona fjalën më të madhe, ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا رسول الله. Dhe ti mshelim syt një herë për gjithmonë nga kjo botë, me fjalën tënde, me bindjen tënde, me përullësin ndaj teje, me përkushtim ndaj teje. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Lilla el-Fatiha për gjithë shahidat, për gjitha viktimat, duke fillu prej Kosovës e deri në Palestinë. Lilla el-Fatiha për gjithë antarët e familjes tanë që kanë ndru jetë. Lilla el-Fatiha për gjithë antarët e familjeve tona të gjallë, të sëmur, të shëndosh, të ri, të vjetër, pleq e rini. Lillahi l-Fatiha, të vdekurit o Zot, na i mëshiro, të gjallit o Zot, na i udhëzo, tregona rrugën e drejtë, ihdina sirat al-mustaqim, na udhëzo në rrugën e drejtë. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Në emër të Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimi i takon Allahut krijuesit të botërave, mëshiruesit, mëshirëbërësit, sunduesit në ditën e gjykimit. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë e kërkojmë. Na udhëzo në rrugë të drejtë, në rrugën e atyre ndaj të cilëve ti, o Zot, je i kënaqur, e jo në rrugën atyre ndaj të cilëve ti, o Zot, je i dhuruar dhe janë si të humbur. E pranoj. Të nderuar miq, faleminderit që ishit me mua këtu. Do t'isha e lumtur, jo me kërku falje, që nëse dikujve me këto fjalët e mia nga shpirti i ka rjedhë loti, sepse do të isha e lumtur që ky lot të jetë dëshmi para Allahut, para pejgamberit, para kësaj nate të madhe të bekuar, në prak të festës së Kurban Bayramit, që lotët e tona të bëhen lot gëzimi. Këto lotët e frymëzimit të bëhen lot gëzimi për të gjithë ata të cilët kanë nevojë për ndihmën e Allahut. Të nderuar miq, ne po e përfundojmë, po para se ta përfundojmë, këto lutje, këto dua, këto ligjërata të shkurta, pyetje përgjigje, andej këndej, unë zakonisht i coptoj dhe i vendosi i postoj në Facebook. Facebooki im është 2, kemi fanpage-in zyrtar Iqbal Berisha Huduti dhe Facebooku im që është Iqbal Huduti, pastaj e keni Instagramin Iqbal Kosova, e keni më kryesore YouTube-ën e cila aty i ka të ruajtura më se 2700 video, dhe mund të na ndiqni me këto ligjërata lutje, vetëm shkoni te Iqbal Huduti në YouTube dhe pastaj në playlist dhe shikoni çfarë dëshironi të dëgjoni. A dëshironi mësime psikologjike, këshilla martësore, vetëm shkoni te playlist dhe aty dalin rresht të gjitha 2500 videot e ndara veç e veç, mësime për ehli bejtin, leximi i Kuranit në gjuhën shqipe,
mësime për këshilla martesore, pyetje përgjigje dhe faleminderit që ja bani subscribe dhe zilin e shtypni. Dhe kështu që çdo video që vendoset e juve e ju lajmëron, e kjo është një lajmërim nga engjujt, nga melaqet, që ju të mësoni sa më shumë të ndriçoni mendjen tuaj, sepse në mendjen e shëndosh, në mendjen nur edhe zemrat tona pastrohen. Mendjet e pastërta, mendjet e ndriçume me dituritë e Zotit e pastrojnë zemrat tona, siç thamë që na ka mësuar profeti Muhammed, se me një zemër ku mbahet urrejtja, aty nuk hyn Zoti. Me një zemër ku ka mendjemasi dhe bëhet pa drejtësi, aty nuk ekziston, nuk rrin Zoti. Prandaj Zoti thot, lëma një zemrën një qabe për mua. Qabja e zemrës është, si që lexojmë hadithin e profetit Muhammed, zemra jote ka me të bo qabe nëse nuk i ki që të 3 veset këqia negative. Pra, mendjemasin, urrejtjen dhe padrejtësi. Prandaj faleminderit që më ndisni, faleminderit për subscribe, edhe të TikToku i ri, i Këbale Official, me këtë prapavin portokall të kuqe, edhe të TikToku i vjetër, me këtë foton që ma ka shkrep djali imi ndjerë. Mirë se në vini dhe s'po ju bëj urime Bajramin, sepse Bajramin nuk kremtohet, nuk urohet, nuk festohet, pa u falë namazi i Bajramit. Prandaj, hajde, shkojmë, 2 rekat namaz, t'i falim ma shpejt, sa su bo ora 12, pra 2 rekat namaz, sikur se sabaj, një elham, një kulhuvallah. Bëjeni një jetë për këtë natë të madhe, dhe lutu një Zotit, si që thash, njerë pendim, falem o Zot për gabimet, qka i di e qka si di, shqip, s'ke nevoj. Madhe qoj selam profetit Muhammed, Allahumme salli ala Muhammed ve ali Muhammed, pa familjet Muhammedit, nuk bën me qoj selam veç profetit Muhammed, sepse edhe namazin kur e bëjmë Allahumme sejidina Muhammed ve ala ali Muhammed. O Zot, qoj selam Muhammedit dhe Ali Muhammed dhe familjes e Muhammedit. Prandaj, qoni selam, o Zot, qoj selam Muhammedit edhe familjes Muhammedit. Pastaj e thu dovën tënde me shpirt, me zemër, mbyllësit, edhe loti nëse të del, thuj, o Zot, të lutëm, sinqerisht po drejtohëm, o Zot, të lutëm më ndrysho gjendjen, o Zot, bën diçka në mu, o Zot, në qo se mendon se unë mundi me duru këtë fatkeqësi, atër ma e sabrin, edhe me njerë mas kësaj duhet prap me mbyll me Allahumme salli ala Muhammed wa ali Muhammed. Gjithashtu edhe në sejshte rrini pak ma gjatë, se është shumë mirë. Natën e mirë, selam aleikum, nesër urime Bajrami. Miru pafshim, faleminderit që më ndisni, se edhe pak kemi kohë për ibadet, mas 12-ve du të me flejtë, se nesër mu qu sabah me shku, me falë namazin e Bajramit. Natën e mirë, ju dua shumë të gjithë juve, vëllezër e motra, shqiptar, musliman, të krishter, pa besimtar, të gjithë jemi krijesat e Zotit e lartësuar. Zoti na vetëdijsoft, na uzoft në rrugën e tij të drejtë.